Kapitulli 3, letra e pare Timoteut, 244 faqja, dhe nga vargu 16. Ta shohim me vëmendje çfarë do të na jap Zoti sot. Dhe s'ka asnjë dyshim se misteri i mëshirës është i madh. Perëndia u shfaq në mish, u shfaqsua në frym, u duk ndër engjëj, u predikua ndër jo ebrej, u besua në botë, u ngrit në lavdi. Dhe fryma e thot shkoqur, se në kohët e fundit, disa do ta mohojnë besimin, duke u vënë veshin frymëve gënjeshtare dhe doktrinave të demonëve, që flasin gënjeshtra me hipokrizi, të damkosur në ndërgjegjen e tyre, të cilët do të ndalojnë martesën dhe do të urdhërojnë të mos hani ushqimet që Perëndia i krijoi, të merren me falënderim nga ata që besojnë dhe e njohin të vërtetën, sepse çdo krijesë e Perëndisë është e mirë dhe asgjë s'është për t'u hedhur, nëse merret me falënderim, sepse është shenjtëruar nga fjala e Perëndisë dhe nga lutja. Duke u propozuar këto gjëra vëllezërve, ti do t'i jesh një shërbyes i mirë i Jezus Krisht, i ushqyer me fjalët e besimit dhe të mësimit të mirë, që ke kuptuar plotësisht. Shmangu nga prallat profane dhe të vjetërve, dhe ushtrou në perëndishmëri, sepse ushtrimi i trupit është i dobishëm për pak gjë, kurse perëndishmëria është e dobishme për çdo gjë, sepse përmban premtimin e jetës së tashme dhe të asaj që do të vijë. Kjo fjalë është e sigurt dhe e denjë për t'u pranuar në çdo mënyrë. Për këtë, në fakt, ne po mundohemi dhe na shajnë, sepse kemi shpresuar në Perëndinë e gjallë që është shpëtimtari i të gjithë njerëzve dhe sidomos i besimtarëve. Urdhëro këto gjëra dhe mëso këto gjëra. Askush të mos e shpërfill moshën tënde të re, por bëu shembull për besimtarët në fjalë, në sjellje, në dashuri, në frymë, në besim dhe në dëlirësi. Kushtoju leximit, këshillimit dhe mësimit derisa të viju. Mos e lër pas dore dhuntin që është në ty, e cila të është dhënë me anë profecie, me vënien e duarve nga ana e pleqësisë. Kujdesu për këto gjëra dhe kushtoju atyre tërësisht, që përparimi yt të jetë i dukshëm për të gjithë. Ruaje veten tënde dhe mësimin, qëndro në këto gjëra, sepse duke vepruar kështu, do të shpëtosh veten dhe ata që të dëgjojnë. Amin. E falenderoj Zotin vëllezër. Nuk ka asnjë dyshim, thotë, në fjalën e Perëndisë, vëllezër, se misteri i mëshirës është i madh. Asnjëri nuk e kupton dot, motra dhe vëllezër, alleluja, mëshirën e Perëndisë. Përse më deshi Zoti mua? Askush, motra, alleluja, nuk mund ta kuptoj dot. Pse ka mëshirë Zoti për ne? Dhe thotë fjala mister. Askush, do me thënë, nuk e di. Dhe është një mister shumë i madh, thotë, që nuk mundet, motra dhe vëllezër, të shpjegohet. Kur flasim për fjalën mister, është e vështirë, motra, aleluja, të interpretohet. Por fjala e Perëndisë na mëson, thotë. Ne dimë, vëllezër, aleluja, që Perëndia u shfaq në mish.
Gjithë këto janë një mister, motra vëllezër, haleluja. Si mundet që Perëndia që krijoi qiellin, tokën, që ri, motra dhe vëllezër, në fron i ulur në qiellin e tretë. Dhe thotë, erdhi në mish. Mundet, motra, haleluja, gjithë këtë vepër ta konceptoj njeriu. Ka shumë pikpyetje sot, dhe ky është misteri. Si mundet që Perëndia të bëhet njeri, motra? Të vijë në mish, që ne ta shohim, që ne ta prekim. U çfajsua në frymë. Erdhi Perëndia në mish, mori shëmbëllim mishi mëkatar, e kryqëzoi këtë mish, motra, haleluja, për të hequr mëkatin që është në mishin e çdo njeriu, e kryqëzoi mishin në kryq, i dha dënimin, motra, haleluja, mëkatit, e dënoi mëkatin, motra, haleluja, dhe u çfajsua në frymë. U ringjall, motra. Dhe të gjitha këto përpara syve tanë. Dhe thotë, ky është misteri i mëshirës së Perëndisë. Është shumë i madh, thotë, haleluja. U duk ndër engjëj, u predikua ndër jo ebrenj, edhe në ne. U besua në botë, besuan shumë, motra, haleluja. Edhe kjo është mister. Si veproi, motra, haleluja? Si mund të ndryshojë njeriu? Se kur beson njeriu, bëhet e dukshme, motra, haleluja, besimi në jetën e besimtarit. Pse? Sepse ndodh një ndryshim shumë i madh në jetën e tij. Është një ndryshim, motra, haleluja, që quhet rilindje. Që nuk është më siç ishte më përpara. Ndodh ky ndryshim, u besua, besim, nuk do të thotë, motra, haleluja, që ekziston. Besim është më i thellë, motra dhe vëllezër, haleluja. Nëse beson, ky besim, motra dhe vëllezër, bën Zotin të veprojë në ty dhe të ndryshojë jetën tënde. Erës, thotë, motra dhe vëllezër, ne nuk e shohim, por ja dëgjojmë zërin. Kështu është dhe çfarë ndodh me njeriu nëse nuk lind nga fryma dhe nga uji, nuk mund të trashëgojë mbretërinë e Perëndisë. Ndodh një ndryshim që askush nuk e kupton, por kur e sheh të ndryshuar këtë njeri, thua, çfarë ka ndodhur me të? Lavdi e emrit të Shenjtë. Është një njeri i sëmur, motra dhe vëllezër, dhe u gjeti laçi i sëmundjes së këtij njeriu. Dhe ky njeri është gati të japë gjithçka ka që të shërohet. Nga kjo sëmundje, motra dhe vëllezër, haleluja, që është mëkati. Është si puna e kancerit, motra dhe vëllezër, haleluja, që destinacionin e ka vdekje. Edhe mëkati destinacionin e ka, motra, vdekjen. Dhe Zoti me dashurinë
dhe mëshirën e tij. Erdhi që të heqë vdekjen, motra dhe vëllezër, aleluja, nga njeriu, që është krijesa më e dashur e Perëndisë. Pse them është krijesa më e dashur e Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja? Sepse e ka bërë birë të vetë. Asnjë engjëlli, asnjë kryengjëlli nuk i ka thënë ti je biri im. Ata i shërbejnë 24 orë vazhdimisht, motra dhe vëllezër, duke adhuruar Perëndinë, dhe askujt nga ata nuk i ka thënë Perëndia biri im. Prandaj, motra dhe vëllezër, dashuria e Perëndisë për njeriu është përsëri mendja, logjika jonë nuk mund, motra dhe vëllezër, ta arrijë, ta kuptojë sa e madhe është dashuria e Perëndisë për njeriu. U besua në botë, besuan njerëzit sepse është e dukshme, motra dhe vëllezër, aleluja, ndryshoi kjo krijesë. Sepse me këtë vepër që bëri Perëndia, erdhi në mish, e kryqëzoi mishin, motra dhe vëllezër, dhe u drejtësua në frymë, në këtë vepër që bëri Perëndia, e bëri për njeriu, motra dhe vëllezër, aleluja. Mori mëkatin tonë, e kryqëzoi dhe nëpërmjet frymës së shenjtë na dha jetën, motra dhe vëllezër. Ndryshoi jeta jonë, u bëm një krijesë tjetër, një krijesë e veçantë, e zgjedhur për Perëndinë. Një krijesë e zgjedhur për Perëndinë tani, jo për veten tonë, motra dhe vëllezër. Ky është ndryshimi i madh që bën Zoti, vëllezër, aleluja, dhe thot fjala e Perëndisë, shumë më thëresin Zot, Zot, thot. Por pak janë ata, motra dhe vëllezër, aleluja, që do të trashëgojnë në mbretërinë, që do të hyjnë në mbretërinë e Perëndisë. Pse? Sepse është pikërisht kjo gjë, motra dhe vëllezër, aleluja, ky ndryshim i madh. Dhe nëse fryma e Perëndisë vepron në këtë njeri, nëpërmjet besimit që ka në Perëndia, bëhet një vepër shumë e madhe. Bëhet një vepër e dukshme, motra dhe vëllezër, për njerëzit që na rrethojnë, për botën që na rrethon. Lavdi e emrit të shenjtë. Dhe u ngrit në lavdi. Zoti, motra dhe vëllezër, bëri këtë vepër dhe shkoi përsëri, thot, motra dhe vëllezër, në lavdi. Kjo vepër është pikërisht për njeriu. Që njeriu, motra dhe vëllezër, të mos u mbasë, por të ketë jetë të përjetshme. Për këtë u krijua njeriu. Që të mos u mbasë, por të jetojë përjetësisht. Dhe këtë vepër erdhi dhe bëri Perëndia, motra dhe vëllezër, me Jezus Krishtin. Kjo është ajo që ne, motra dhe vëllezër, duhet ta shohim vazhdimisht, ta kemi udhërrëfyes vazhdimisht këtë vepër të Perëndisë, këtë mëshirë të madhe, këtë mister të madh të Perëndisë, këtë dashuri të madhe të Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja. Duhet të na udhëheqë. Dhe thot, dhe fryma e thot shkoqur, se në kohët e fundit, disa do ta mohojnë besim. Fryma e Perëndisë, motra dhe vëllezër, që është ndër ne, e thotë shkoqur, thot disa do të bien nga besimi. Do ta mohojnë besimin, motra dhe vëllezër, aleluja, falenderojmë. Po besimi, motra dhe vëllezër, aleluja, çfarë është? Besoj që ekziston Zoti. Këta e din gjithkush, motra, aleluja, nuk quhet besim. E falenderojmë Perëndin. Besoj në atë që Zoti më premtoi. Nëpërmjet kësaj vepre që pashë, motra dhe vëllezër, aleluja. Unë besoj në gjithçka që Zoti më premtoi.
Sepse erdhi pikërisht, bëri këtë vepër përpara meje në jetën time që unë të besoj në atë për të cilën erdhi. Për çfarë erdhi, motra dhe vëllezër? Dhe në kohët e fundit thotë do të humbas besimin. Shumë thotë do të largohen nga besimi, motra dhe vëllezër. Do të mojnë besimin, duke u vënë veshin frymërave gënjeshtare dhe doktrinave të demonëve. Doktrinë demonjake. Frymë gënjeshtare, motra, aleluja. Këtyre, thotë, do t'u avën veshin. Do të merren pikërisht, motra dhe vëllezër, me këto frymëra. E falenderojmë Perëndinën, motra dhe vëllezër, aleluja, që fryma e Zotit na forcon në rrit besimin, na bën, motra dhe vëllezër, të qëndrueshëm në besimin tonë dhe në shpresën tonë, motra dhe vëllezër, në emrin e Sheh. Nëpërmjet fjalës të Perëndisë, nëpërmjet fuqisë së frymës që është në ne. Do të ketë, thotë, motra dhe vëllezër, aleluja, njerëz që do të largohen nga besimi dhe do t'ju besojnë frymërave të tjera. Flasin gënjeshtra me hipokrizi të damkosur në ndërgjegjen e tyre, të cilët, thotë, do të ndalojnë martesën. Do ndalojnë martesën, motra. Kur Zoti e krijoi burrin dhe gruan, motra dhe vëllezër, i bashkoi dhe krijoi familjen në parajsë, burr dhe grua. Këta, thotë, do të ndalojnë martesën. Dhe do të urdhërojnë, shkoni me vëmendje, të mos hani ushqimet që Perëndia krijoi. Kjo nuk duhet ngrënë, kjo është e ndaluar. E shumë ne i shohim, vëllezër, dhe i dëgjojmë se çfarë ruajnë njerëz dhe çfarë i besojnë njerëzit, motra. Këtë duhet të amë se ndotemi. Dhe Zoti ja u bëri të qartë, motra dhe vëllezër, gjithë popullit. Nuk e ndot njeriu ajo që do të hajë dhe do të shkojë në barkë dhe do të kthehet në gjirisë, motra. Njeriu ne ndot, thotë, ajo që del nga brenda. Mendimet e këqija, mendimet e mbrapshta. Ato e ndotin njeriu, motra dhe vëllezër, aleluja, që dalin nga brenda dhe ndotin çdo njeri. Jo ajo që hahet, motra, aleluja. Ndalohet kjo. Këto janë ato frymëra që thotë Zoti, motra dhe vëllezër, do t'i besojnë njerëzit. Këtyre lloj doktrinash dhe frymëra. Që merren me falënderim, thot, nga ata që besojnë dhe e njohin të vërtetë. Ushqimet që ne amë, thot, motra dhe vëllezër, aleluja, merren me falënderim përpara Perëndisë. Lutet çdo njeri, motra dhe vëllezër, në tryezi kur ulet para Perëndisë, dhe çdo lloj ushqimi që ne kemi përpara pastrohet. Pse? Sepse merret me falënderim nga Perëndia. Dhe Zoti i pastron të gjitha gjërat, sepse i ka bërë për njeriu, motra dhe vëllezër. Sepse çdo krijesë e Perëndisë është e mirë dhe asgjë s'është për t'u hedhur. Nëse merret me falënderim. Është Zoti ai që vepron, motra dhe vëllezër, aleluja, nëpërmjet lutjes dhe besimit ton në të vërtetën, atëherë vepron Zoti, motra, dhe çdo gjë është e pastër.
Çdo ushqim është i pastër, motra dhe vëllezër, nëse ne lutemi, e marrim me falënderim tot. Sepse është shenjtëruar nga fjala e Perëndisë dhe nga lutja. Shenjtërohet, pastrohet, thot, nga fjala e Perëndisë dhe lutja. Dhe në mëson, sa e rëndësishme është që gjithë ata që besojnë në Zot, t'i dinë këto gjëra. Të mos jenë në padije, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe ndërdyshas për ato veprim që bëjnë. Fjala e Perëndisë na mëson qartë, motra dhe vëllezër, se çfarë duhet bërë. Dhe thot, duke u propozuar këto gjëra vëllezërve, tu a thuash vëllezërve, thot, të gjitha këto gjëra, që vëllezërit të mos jenë të lëkundur, motra, aleluja. Sepse kanë ardhur, motra dhe vëllezër, nga doktrina të ndryshme. Besojnë në shumë ndryshe, motra dhe vëllezër, aleluja. Zoti po flet për një doktrinë të vërtetë, të pastër, që udhëhiqet nga fryma e Perëndisë, thamë që bën vepër në një njeri, që e ndryshon këtë njeri, motra dhe vëllezër, e bën krijesë të re, dhe do të udhëhiqet në këtë rrugë. Ti do të mësosh si duhet, motra dhe vëllezër, aleluja, të eci. Mos merren me traditat e tyre, thot motra dhe vëllezër, nga ato çka kanë mësuar, nga traditat që kishin më përpara. Doktrina jonë, motra dhe vëllezër, aleluja, është një krijesë e re, që fjala e Perëndisë nëpërmjet fuqisë së frymës të Perëndisë e bën, motra dhe vëllezër, këtë vepër. Një krijesë tjetër, që nuk udhëhiqet sipas traditës, por udhëhiqet sipas fjalës të Perëndisë. Dhe duke u propozuar këto gjëra vëllezërve, ti do të jesh një shërbyes i mirë i Jezu Krishtit. Kur ti mësosh këto gjëra vëllezërve, ty a thuash vëllezërve, ti po i shërben Jezu Krishtit, thot. Si ti shërbejmë Zotit, motra dhe vëllezër, aleluja. Na fjala e Perëndisë na mëson se si duhet të jem shërbëtor i Jezu Krishtit, duke mësuar të tjerëve fjalën e Perëndisë. Kjo është doktrina e shëndoshëm, motra dhe vëllezër. Një krijesë e çliruar nga mëkati, që ka vepruar Perëndia, ecën në frymën e Perëndisë, ka plot dëmshuri, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk ka urrejtje, por është i mbushur plot me dashuri. Kjo është krijesë e re. Nuk është me sy për sy dhe dhem për dhem, por është një krijesë e re, ati që të godet nga një ranë, kthej dhe tjetër. Është një krijesë e re, motra dhe vëllezër, lavdi e mëshë. I ushqyer me fjalët e besimit dhe mësimit të mirë që ke kuptuar plotësisht. Je i ushqyer nga fjala dhe mësimi që ke mësuar, shikoni me vëmendje, vëllezër, aleluja. Nëse e kemi mësuar, vërtet, kjo do të jetë udhëheqja jonë, rruga jonë, mbështetja jonë, forca jonë, motra dhe vëllezër. Shmangu nga prallat profane të vjetërve. Ne kemi patur në familjen tonë, gjyshi, babai, na ka mësuar traditat, aleluja. Shmangu nga këto gjëra, thot. Këto nuk do hynë, motra dhe vëllezër, aleluja, në këtë rrugë të re.
sepse je bërë një krijesë e re për Perëndin tani. Dhe Perëndia është ai që do të udhëheqë në këtë rrugë. Jo mësimet e traditës ne kemi mësuar, sepse shumë, motra dhe vëllezër, nga ato tradita janë pikërisht këto gjëra. Që po na mëson fjala e Perëndisë. Shmangju këtyre gjërave. Traditë, motra dhe vëllezër, për ne është marrëdhënia me Perëndinë. Kjo duhet jetë tani traditë që të mësojmë të tjerë. Marrëdhënia me Zotin. Dhe ushtrohu në perëndishmëri. Leri prallat, thot motra dhe vëllezër, aleluja, që dëgjon nga të vjetrit, nga tradita, dhe ushtrohu në perëndishmëri, që do të thotë udhëhiqu jeta jote, të udhëhiqet, motra dhe vëllezër, aleluja, nëpërmjet fjalës së vërtetës dhe frymës së Perëndisë. Nga kjo duhet të udhëhiqesh, askush tjetër nuk duhet të ndikojë në jetën tënde, në marrëdhënien tënde me Perëndin, në këtë rrugë. Askush nuk duhet të ndikojë. Sepse, shikoni me vëmendje krahasimin që bëj Zoti. Ushtrimi i trupit është i dobishëm për pak gjë. Ushtrimi i trupit përgatitesh fizikisht, motra, aleluja, të jemi fuqishëm, të jemi fortë, bën njeriu stërvitje, motra dhe vëllezër, vete në palestër, vete në gjimnastikë, e shumë gjëra. Ushtrimi i trupit për të qenë një trup i rregullt, thotë, është për pak kohë. Bie në sy për pak kohë, thotë. Kurse perëndishmëria është e dobishme për çdo gjë. Shikoni, i kushtojmë vëmendje trupit, motra dhe vëllezër, aleluja, por perëndishmëria është e vlefshme për çdo gjë. Është e domosdoshme, thot, për çdo gjë. Pse? Sepse përmban premtimin e jetës së tanishme dhe të asaj që do të vi. Atëre, ushtrimi i perëndishmërisë është më e domosdoshme se sa ushtrimi, motra dhe vëllezër, për të ruajtur trupin. Të ushtrohesh në perëndishmëri, në ecjen tënde me Zotin, me fjalën e Perëndisë, në frymën e Zotit, në udhëheqjen e Zotit, është shumë e rëndësishme, sepse të shërben në çdo gjë, për jetën e tanishme dhe për atë që do të vijë. Ushtrimi i trupit të shërben, thot, për pak gjë. Perëndishmëria është përjetësi. Halleluja. Kjo fjalë është e sigurt dhe e denjë për tu pranuar në çdo mënyrë. Kjo fjalë është e sigurt, thotë, motra dhe vëllezër, dhe duhet të pranuar në çdo mënyrë. Për ata që janë besimtarë, për ata që e duan Perëndin, vëllezër, aleluja, ka një vendosje në jetën tonë, motra dhe vëllezër, aleluja, ka një prioritet në jetën e besimtarit. Cili është prioriteti i besimtarit? Është një jetë të perëndishme, motra dhe vëllezër, duke ushtruar në mësimin e fjalës së Perëndisë, në udhëheqjen, në mbushjen me frymë të shenjtë. Kjo është, motra dhe vëllezër, aleluja, që duhet të tregoj kujdes çdo besimtar. Ku e kam vendosur unë, motra dhe vëllezër, aleluja, prioritetin tim? Nëse e kam vendosur në këtë gjë, motra dhe vëllezër, kam zgjedhur rrugën e duhur. Dhe thot, për këtë në fakt, nuk është ka që thjeshtë
Ne po mundohemi dhe na shajmë. Sepse kërkojmë, motra dhe vëllezër, të qëndrojmë në këtë rrugë. Kemi zgjedhur të ecim me perëndishmëri. Për këtë arsye na shajmë. Ju nuk kuptoni asgjë. Ju nuk dini asgjë. Ju jeni të prapambetur. Ju nuk ecni me kohë. E shumë gjëra, motra dhe vëllezër, aleluja, na thonë njerëzit tanë. Për këtë arsye, thotë, ne, thot motra dhe vëllezër, po mundohemi dhe na shajmë. Sepse kemi shpresuar në Perëndinë e gjallë. Ne shpresojmë jo në ato që shohim, por shpresojmë në Perëndinë e gjallë, motra dhe vëllezër, aleluja. Sepse është shpëtimtari i të gjithë njerëzve dhe sidomos i besimtarëve. Në këtë Perëndi kemi besuar, thot motra dhe vëllezër, dhe shpresojmë. Kjo është arsyeja që përndiqemi. Kjo është arsyeja që shahemi, që fyhemi, motra dhe vëllezër, që vuajmë në këtë botë. Prandaj kisha e Perëndisë që shpreson në Jezus Krishti përndiqet. Sepse nuk ecën në të njëjtën rrugë me njerëzit, motra dhe vëllezër, aleluja. Kanë dalë nga ajo botë dhe ecën në një rrugë me Zotin, me Jezus Krishtin. Dhe Krishti thot, kur t'ua bëjnë këto gjëra, mi kanë bërë mua më përpara. Mos u shqetësoni. Mi kanë bërë mua. Kjo është rruga, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe shumë besimtarë nuk e shohin këtë rrugë si shpëtimin e tyre, jetën e përjetshme. Por devijojnë, motra dhe vëllezër, dhe largohen nga kjo rrugë. Se përballojnë dot çfarë? Këtë sharje, këtë fyerje, motra dhe vëllezër, këtë lloj mundimi, këtë rrugë të ngushtë, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe çfarë bëjnë? Zgjedhin rrugën e gjerë. Si gjithë të tjerët, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk është kjo rruga, thot Zoti, kjo të çon, thot, në shkatërim. Kjo që është e mundimshme sot për ty, të jep jetë të përjetshme. E shikoni, motra dhe vëllezër, se çfarë është jeta e krishterë. Kjo është rruga dhe ne e shohim në fjalën e Perëndisë, gjithë rrugën e krishtërimit, motra dhe vëllezër, aleluja. Përndiqeshin, fyeshin, motra dhe vëllezër, aleluja, por ata qëndronin në besim. Pse? Sepse shpresonin në një jetë të përjetshme frymërore, motra dhe vëllezër. Lavdia e Mëshirës. Dhe thot, urdhëro këto gjëra dhe mëso këto gjëra. Urdhëro do të thotë jepu au të tjerëve, urdhëroi. Që kjo është rruga, motra dhe vëllezër. Nuk ka rrugë tjetër, nuk ka rrugë të mesme. Një është rruga, rruga e ngushtë, por të jep jetë të përjetshme. Lavdia e Mëshirës. Mësojmë këto gjëra, thot motra dhe vëllezër. Askush të mos e shpërfill moshën tënde të re, por bëu shembull për besimtarët në fjalë. Bëu shembull, thotë, ti që do mësosh të tjerët në fjalën e Perëndisë. Bëu shembull të jesh sipas fjalës të Perëndisë. Askush, motra dhe vëllezër, të thotë tu nuk je sipas fjalës. Prandaj thotë, bëu shembull në fjalën e Perëndisë. Në fjalë, në sjellje, në dashuri, në frymë, në besim dhe në dëlirësi. Të gjitha këto tregojnë, motra dhe vëllezër, aleluja, që ti je vërtet krejt ndryshe nga të gjithë. Që në ty ka vepruar vërtet Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, pavarësisht se shahesh, fyesh, mundohesh, Zoti është me ty. Këto gjëra do të ndodhin, thot Zoti, e thot fjala e Perëndisë. Me jetën tonë, me veshjen tonë, me sjelljen tonë, motra dhe vëllezër, me paraqitjen tonë, ne tregojmë
Kujt i shërbej? I shërbej Zotit. Për këtë arsye do fyesh. Do të shajnë, do të ofendojnë, do të thonë ekstremistë, motra dhe vlezër, aleluja. Si ekstremistë, sepse ruaj me frikë dhe dridhje fjalën e Perëndis në jetën time, sepse nuk dua të lëndoj atë që erdhi u kryqëzua për mua dhe derdhi gjakun e tij për mua dhe më tha, të dua biri im dhe zvendësoj unë. Motra dhe vlezër, dënimin e marrunë, dënimin për ty. Dhe unë çfarë, motra dhe vlezër, ta zgënjej. Kjo është ajo, motra dhe vlezër, aleluja, që njerëzit nuk e pranojnë dot. Dhe unë çdo gjë që bëj, e bëj, motra dhe vlezër, sepse e dua Zotin tim. Sepse i shërbej Zotit tim, motra dhe vlezër, aleluja. Me thjeshtësinë e zemrës time. Them amin, Zot vullneti, sepse nuk më bën përshtypje mua, motra dhe vlezër, tani që njoha Krishtin, asnjë gjë nga dëshirat e mia mishore që kisha më përpara. Apo nga ato që shoh rreth meje, motra dhe nuk më bën përshtypje. Pse? Sepse jam një krijesë tjetër e re që dua ti i shërbej dhe ti pëlqej atij që më thirrri. Lavdia. Kushtoju leximit. Është shumë e rëndësishme, thot motra vlezër, aleluja, që kushtojmë kohë leximit, fjalës të Perëndis. Nuk është e mjaftueshme, vlezër, mos harroni. Dhe dobësia e një kishe është gjithmonë, motra dhe vlezër, aleluja, sepse nuk lexojmë fjalën. Kjo është dobësia e një kishe. Nëse zbatojmë fjalën e Perëndis, thot kushtoju leximit. Nuk mjafton vetëm të vetë të dëgjoj një predikim. Jo, vlezër. Ti kushtohesh fjalës të Perëndis, do të thotë të bisedosh me Zotin tënd. Duke lexuar fjalën, bisedon me Zotin tënd, të jep mësime Zotin, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe ato mësime, motra dhe vlezër, i thua, prit një minutë, kjo që po më thua shumë e rëndësishme, ta shënoj dhe e shënon në fjalën e Perëndis. Është shumë e rëndësishme. Dhe unë duhet ta kujtoj vazhdimisht këtë që po më thua në fjalën e Perëndis. Kushtoju leximit, motra dhe vlezër. Këshillimit dhe mësimit derisa të viju. Këshillo dhe mëso derisa të viju, thot motra dhe vlezër. Ne falenderojmë Perëndin, vlezër. Kjo është rruga e besimtarit, sepse për çfarë arsye, motra dhe, shikoni, thot edhe diçka tjetër. Mos e lër pas dore dhuntin që të është dhënë. Sepse çdo njeri që është thirrur, motra dhe vlezër, aleluja, është një gjymtyrë. Ka një dhunti, motra dhe vlezër, aleluja, në kishën e Perëndis. Kushtoju kësaj dhuntie që Zoti të ka dhënë. Çfarë jam unë në kishën? Çfarë gjymtyrë jam? Dhe si shërbej, motra dhe vlezër, si gjymtyrë e kishës, si pjesë e kishës, si shërbej? E bëj atë për të cilën jam thirrur aty. Dhe kjo do të realizohet vetëm, motra dhe vlezër, aleluja, nëse unë i kushtohem fjalës së Perëndisë, dëgjimit, motra dhe vlezër, mësimit nga apostujt, e falenderojmë Perëndin, nga të zgjedhurit, dhe ecë me frikë dhe dridhje, motra dhe vlezër, aleluja. Jo me frikë dhe dridhje nga ndërshtimi. Zoti, motra dhe vlezër, erdhi për të gjithë njerëzit të shpëtohen. Pa dalim, motra dhe vlezër, aleluja. Por me frikë dhe dridhje, se mos humbas rrugën. Se mos devijoj, motra dhe vlezër, aleluja, dhe unë këtë thesar. Nëse ke gjetur një thesar, vlezër, a nuk përkushtohesh që ta ruash këtë thesar dhe askush të mos ta dije? Do kujdesesh për të.
Dhe kjo është frika dhe dridhja jonë, motra dhe vëllezër, të kujdesemi për këtë thesar që gjetëm Jezus Krishtin, që të mos e me sjelljen time, me jetën time, me mendimet e mia. Kjo është përkushtimi im, motra dhe vëllezër. E cila të është dhenë me anë profecie, me vënien e duarve nga ana e pleqësisë. Kujdesu për këto gjëra dhe kushtoju atyre tërësisht. Kujdesu për këto gjëra dhe kushtoju tërësisht. Ky është shqetësimi i të krishterit, motra dhe vëllezër. Të mos shqetësohet me motra dhe vëllezër, aleluja, kur Zoti e ka thirrur që ai t'i shërbejë Zotit, të përkushtohet për gjëra të tjera. Askush sot që është thirrur ushtar, nuk mund të shqetësohet për punët e botës, motra dhe vëllezër. Por përkushtohet atje në këtë thirrje që i ka bërë, motra dhe vëllezër, oficeri, t'i shërbejë në detyrën që është vënë, motra dhe vëllezër, me përkushtim. Nuk ka me të mendojnë për familjen, për jetën, është i përkushtuar në ushtrim, motra dhe vëllezër. Me rregullat të tjera. Dhe i krishteri është thirrur nga Perëndia dhe ka rregulla të tjera, motra dhe vëllezër, aleluja. Jo rregulla si gjithë të tjerët, por ka rregulla të tjera, dhe këto rregulla e bëjnë krejt ndryshe nga bota të krishterit. Që përparimi yt të jetë i dukshëm në të gjithë. Përkushtoju këtyre gjërave që përparimi yt, jeta jote, të jetë e dukshme në të gjithë, të bjerë në sy. Në çdo gjë, motra dhe vëllezër, të bjerë në sy. Ruaje veten tënde dhe mësimin, qëndro në këto gjëra, sepse duke vepruar kështu, do ta shpëtosh veten tënde dhe ata që të dëgjojnë. Amin. Zoti të bekojë këtë fjalë.